Personi në foto është Gjergj Përgegaj, 29 vjeçari shqiptar nga Lezhë, që u ekzekutua me armë zjarri në Arezzo, pas një përplasjeje me motive xhelozia. Sipas mediave italiane, ai u qullua nga partneri aktual i ish të dashurës së tij, një 35 vjeçar shqiptar, i cili e gjeti duke biseduar me të ren pasi kishte përfunduar turnin e punës si kamerier. Gjergji do të festonte 30 vjetorin e tij në muajin prill, por jeta ju ndërpret tragjikisht. Ngjarja ndodhi në mbrëmje, kur autori, pasi i pa bashk, humbi kontrollin dhe nxori armën, duke qelluar disa herë në drejtim të viktimës. Një nga plumbat e goditi Gjergj Përgegaj në fyt, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme, ndërsa shërbimet e emergjencës nuk mundën të bënin asgjë për ta shpëtuar. Pas krimit, autori u largua nga ngjarja, por u arrestua disa orë më vonë nga policia pa bërë rezistencë. Trupi i viktimës u transportua në morgun e San Donato Hospital, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj vrasjeje me motive pasionale.